Mbrëmja nuk kishte se si të ishte më e ëmbël dhe më romantike se kaq. Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka publikuar një foto që po bën namin në rrjet, ku shfaqet e përqafuar me partnerin e saj, fenomenin shkodran Louise Ailey, në një moment të papërshkrueshëm dashurie dhe qetësie. Të veshur me robë deshanter, çifti ndodhet në një dhomë hoteli përpara pasqyrës, ndërsa buzëqeshja e Kiarës dhe përqafimi i ngrohtë i Louisit kanë shkaktuar një lumë emocionesh tek ndjekësit. Louisi shfaqet duke e përqafuar me butësi nga pas, me kokën mbështetur në të sajen, ndërsa Kiara mban telefonin në dorë duke kapur këtë moment të rrallë që përfaqëson një dashuri të sinqertë, të papërpunuar, por të plotë. Në sfond shihet një ambient i ngrohtë, me ndriçim të butë, që shton ndjesinë e intimitetit dhe relaksit të tyre. Në foto Kiara ka vendosur emrin e Louisit dhe një zemër të kuqe që përmban gjithçka, një mesazh i thjeshtë por që flet shumë. Të gjithë ndjekësit e tyre kanë shpërthyer në komente dhe reagime, duke i quajtur çifti i ëndrave dhe më të dashuruarit që kemi parë ndonjëherë. Pamja, buzëqeshjet, thjeshtësia dhe sinqeriteti i kësaj fotoje kanë bërë që të komentohet në çdo cep të rrjeteve sociale, ndërsa fansat nuk kanë nguruar të tregojnë emocionet që u ka përcjell kjo pamje kaq e bukur. Ky moment është cilësuar si një ndër më romantikët që çifti ka ndarë ndonjëherë me publikun dhe po qarkullon me shpejtësi, duke bërë që edhe një herë Louisi dhe Kiara të jenë në qendër të vëmendjes si simboli më i fortë i dashurisë së pastër që publiku shqiptar adhuron.